Përshëndetje të dashur miq, sot do të gatuajmë së bashku pastiqe. Marrim një tigan dhe hedhim vaj ulliri, 500 gram mish të grirë, tre thelba hudër, një shep, një karrotë të grirë në rende, një knor, hedhim një lugë kafe krik, një lugë kafe rigon, një lugë kafe paprika, edhe një lugë kafe peper. Hedhim 4 lugë salcë tomate, hedhim edhe një filxhan ujë të valuar, e lëm të valojë salcën për 10-15 minuta dhe tani fillojmë me përgatitjen e makaronave. Unë kam përdor këto makarona rigatoni. Dhe tani fillojmë me përgatitjen e besamelit. 2 lugë gjalp, 2 lugë vaj ulliri, 3 lugë miell. Dhe tani e përzim vazhdimisht që mielli të skuqet. Hedhim qumshtin të hedhim nga pak duke përzirë. Dhe tani hedhim një lugë kafe arë mishkut edhe një lugë kafe krike. Dhe vazhdojmë përsëri me qumshtin duke përzirë. Hedhim edhe djathë të grirë, unë kam hedhë 100 gram djathë dhe përzim që të shkrihet bashkë me besamelin. Dhe tani fillojmë të shtrojmë tepsi. Hedhim para makaronat,
Hedhim edhe mishin e grirë që ja kemi gati. Dhe në fund besamelin. Dhe tani pasticja është gati për në furr. Do ta vëmë në furr për 40 minuta në 220 gradë. E kemi hequr nga furra. Do ta presim dhe do ta servirim në pjatë. Të dashur miq, kjo është reseta për sot. Shihemi në videon tjetër.